Shikues të alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi live, si do të premte në orën 21 dhe do të flasim si gjithmonë për çështje që kanë lidhje me mbrojtjen e konsumatorit apo të drejtat e konsumatorit. Para se të prezantoj temën e ditës dhe për ekspertët me cilët do të diskutojmë, e nisim si thuajse çdo të premte me njoftimet e RAPEX, është sistemi njoftimit shpejt i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore të cilat kërkon heqjen nga tregu. Janë produkte nga më ndryshme të përdorimit përditshëm dhe që mund të kërkohen edhe në Safety Gate, në Google, nga çdo kush, por gjithsesi është detyrë e Inspektoratit Shtetëror të mbikëqyrjes së tregut për të marrë masa që nëse këto produkte ndodhen edhe në tregun shqiptar, të marrë masa për largimin e tyre të menjëhershëm. Është një njoftim që u shkon vendeve anëtare, vendeve para antarësimit dhe që kërkon masat menjëhershme. Janë produkte kryesisht kozmetik, lodra fëmijësh, bizhu, mjetet përdorimit përditshëm, fishek zjarre, makina që edhe të rejat sapo dala nga koncesionaret apo nga prodhuesit shfaqin problematika të ndryshme. Lodrat e fëmijëve e ritheksoj janë gjithmonë thuajse në çdo njoftim të çdo jave problematike. Kështu që Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut duhet të ndërhyjë menjëherë në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave me idenë e kërkimit të loteve të cilat mund të jenë importuar në Republikën e Shqipërisë. Një tjetër njoftim që ka lidhje me produkte ushqimore, por që në fakt janë në kontakt me ushqimin, bëhet fjalë, regjia mund na ndihmoj, me materialin e gotave, është njoftim i sjell nga Rast, në fakt nga sistemi i alarmit shpejt i Komisionit Evropian për produktet ushqimore. Në fakt, gotat nuk janë produkt ushqimor, por raportohen nga Rast në raste të tilla sepse janë produkt në kontakt me ushqimin. Bëhet fjalë për një ose disa seri gotash të prodhuara në Kinë, të eksportuara më pas në Poloni dhe që janë shpërndarë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në vende të ndryshme antare të Bashkimit Evropian, por edhe të tjera që nuk janë antare dhe që përbëjnë risk serioz për konsumatorin, kështu janë konsideruar, sepse për shkak të përmbajtjes së plumbit dhe të nikelit, mos gaboj, apo kadiumit, përbëjnë risk për konsumatorin. Pra kanë plumb dhe kadium dhe ato duhen tërhequr menjëherë nga tregu. Sigurisht njoftimi është nëpërmjet Rast, por duke qenë se është produkt jo ushqimor, duhet të ndërhyjë Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të gjetur importuesin dhe më pas për ndjekur gjurmëshmërinë e tyre se ku janë shpërndar, e po ashtu për të bërë edhe njoftim për konsumatorët me dhënat specifike, me foto, etiketa, ambalazhi, kutije, apo me çfarë kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë. Deri sot, që është data 5 dhjetor, në faqen e ISHMT-s nuk ishte asnjë njoftim për një ndërhyrje apo masa në lidhje me këtë produkt. Do të kthehemi tek tema e sotme. Prej disa javësh, edhe më herët, në fakt, por prej disa javësh është në diskutim, lajm mediatik, punë institucionesh, çështja e importit të misrit, ushqim për kafshë, e theksoj ushqim për kafshë, nga Serbia, që në shumë raste ka rezultuar me aflatoksinë, pra me mykotoksina dhe konkretisht aflatoksina B1, e cila më pas reflektohet në produkt me origjinë shtazore, siç është qumshi në aflatoksinë M1. Por nuk do të flasim sot për rastin e importeve, por për prodhimin vendas. Megjithatë, para se shkoj tek prodhimi vendas, ndjekim një njoftim misrin e importuar nga Serbia. Dy njoftimet e fundit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit janë 10 ton të ndaluar në pikën kufitare të Hanit Hotit, të analizuara, kanë rezultuar me aflatoksinë B1 dhe që janë bllokuar. Pra janë 10 ton, nuk janë këta, janë në vazhdën e 10 apo mbi 100 ton ose 200 mund të kenë shkuar tani, të cilat kanë rezultuar me aflatoksinë dhe janë bllokuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit pas analizave të kryera në ISUV. Do të ndalemi e ritheksoj tek pjesa e prodhimit vendas. Në fakt, marr shkas qoftë nga rasti i fundit, rastet e fundit të importit nga Serbia të ushqimit për kafshë, konkretisht mistër, por edhe aludimet, dyshimet, lajmet, thashethemet e tjera për importin, për grurin, për mielin, për konsum human gjithmonë. I dërguam një
kërkesë autoritetit kombëtar të ushqimit, të cilën unë do ta lexoj, do përpiqem ta lexoj shkurtimisht, pyetjet që i dërguam autoritetit kombëtar të ushqimit, mbi bazën e cilave do ta ndërtonim këtë temë. Bëhet fjalë për prodhimin vendas të grurit, të misrit, edhe të ushqimit për kafsh patjetër, siç janë taxhia, elbi e tjera, dhe që si është situata në Shqipëri. Gjithashtu, përveç fabrikave të mëdha të përpunimit të grurit, pra të prodhimit miellit, ka edhe 10 bloja të vogla, amulli të vegjël, të cilat kryesisht funksionojnë me prodhimin vendas të grurit dhe që gjurmëshmëria, problematikat mund të jenë nga më të ndryshmet. Sipas Instat, në vitin 2024, 2025 nuk ka akoma statistika, janë prodhuar në Shqipëri 649.919 ton drithra në total, nga këto janë 410.438 ton misër dhe 180.812 ton grur, ka edhe të tjera si që janë elbi, thekra apo taxhit. Referuar këtyre dhonave, ne i kërkuam autoritetit kombëtar të ushqimit se sa mullin ka vendi ynë, unë do t'i lexoj në fakt, sa mullin ka vendi ynë që ka një nip, kuptohet, sa janë kontrolluar apo inspektuar gjatë vitit 2025, a janë marrë mostra misri, gruri, mielli nga këta mullin gjatë 2024 apo 2025, nëse po, si kanë rezultuar analizat. Pra, janë pyetur edhe si kanë rezultuar analizat, sepse në përgjigje nga KU-ja nuk ka një të dhënë se si kanë rezultuar, ku e marrin misrin apo grurin cilët e përpunojnë këta mullin, nëse është produkt vendi, me çfarë analiza shoqëruese e marrin grurin ose misrin, drithrat, pra që e fusin në bluar e më pas e nxjerrin në treg apo furnizojnë furat e bukës, a kanë këta mullin karta teknologjike siç është detyrimi ligjor, planet hasap dhe gjithë dokumentacioni duhur që të ushtrojnë një aktivitet të tillë, a ka dienia akudha, ka marrë masa për faktin që këta mullin në shumë raste rrezikojnë edhe konsumatorin për sa i përket. Mullit e vegjël nuk kanë linja pastrimi, e cila është shumë e rëndësishme për sigurinë ushqimore, sepse gruri në standardet europiane e ka maksimumi 2% lëndë të huaja, kështu që nëse nuk ka një linjë pastrimi, nuk arrin të heqin lëndët e huaja, kokrat e dëmtuara që janë burim infeksioni, pasi mund të jenë dëmtuar edhe nga brencit. Niveli aflatoksinave është i pakontrolluar, ndërkohë që nëse gruri ka lagështi më shumë se 14%, është burim infeksionesh dhe mykotoksinash. Sa i plotësojnë këta mulli legjislacionin për gjurmëshmërinë, planin hasap, miratimin e etiketave, ku shënohet dhe niveli i proteinave, dhe sa plotësojnë këta mullin kushtet higjienike e tjerë. Sa kontrolle ka ushtruar AKU gjatë 2024-2025 në furrat e bukës, sepse furrat e bukës, do të lutesha regjia mos ta vendosit të foto një moment, sepse do ta diskutojmë pas pak, sepse në një pjesë e këtij, pra prodhimit të këtyre mullive të vegjël shkon në furrat e bukës, dhe referuar atyre pyetjeve që unë bëra më sipër, pra që parashtrojnë një risk, kjo mund të reflektohet edhe te konsumatori. Sa kontrolle ka ushtruar AKU gjatë 2024 dhe 2025 në furrat e prodhimit bukës, që janë vetëm furra buke, e ritheksoj jo ato që kanë edhe pasticëri e tjera, duke qenë se në shumë prej tyre përdoret dhe miell me proteina nën 12%, ndërkohë që nga Kosova Shqipëria importon 3.000 ton miell në vit. Po në furra buke, pasticëri, pasi me justifikimin e prodhimit produkteve pasticërisë përdorin lirshëm miell me proteinë të ulët, pra sa janë kontrolluar këto furra, a bëhet verifikime të tilla qoftë me llogaritjen e sasive të miellit të përdorur, dhe çfarë është prodhuar, pra sa miell ke futur në furrë me këtë X proteinë dhe sa bukë ke prodhuar apo sa ëmbëlsira ke prodhuar. Sa analiza buke për proteina në lëndë të thatë dhe për mykotoksina tregues të tjerë janë bërë gjatë 2024-2025, pra deri tani, sepse 25-a nuk është mbyllë dhe si kanë rezultuar, nëse s'keni bërë kontrollet të tilla, a ka në plan ndonjë aksion për mullit së pari dhe gjithashtu për furrat e bukës. Dhe tani regjia mund ndihmoj me foto që sapo i largoj nga ekrani, bëhet fjalë për ky miell, janë 2 foto në fakt, të cilat mua më kanë ardhur dje, janë pikrisht miell i importuar nga Kosova. Janë foto të bëra në furra buke, e theksoj konkretisht vetëm në furrë buke. Pra ai subjekt nuk ka shërbime tjera, prodhime tjera, brumi, pasticërie, por vetëm furrë buke. Dhe nëse hapet foto e madhe, duke qartë që proteina nuk është 12% në etiketën e këtij mielli. Sigurisht për të mos dekonspiruar personin që më ka sjell foton, kush e ka bërë foton,
Unë e kam pa mundur të deklaroj furrën e Bukës, sepse pastaj dihet kush është futur në atë furrë e tjera. Por, pra, në një vend në etiketim thotë që mund të ketë, mund përmbaj, pra, edhe soj, dhe pjesa tjetër është që proteina është 9-12, në mos gaboj, minimumi 10%. Kjo është fota që tregon proteina. Është mielli importuar nga Kosova në kuadër të asaj që unë parashtrova më lart, që janë rreth 3.000 ton që importohen nga Kosova në Shqipëri. Sigurisht nuk janë gjithë me 10% proteina, apo 11, ose 9, ka dhe miell që është mbi 12, por situata është kjo. E zgjata pak sa, por ndoshta duhet një hyrje e gjatë dhe do të prezantoj të ftuarit, është Martin Mici, drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Politikave të Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Kënaqësi që u kam studio. Faleminderit për ftesën. Zonja Ylka Allaraj është inspektore e ushqimit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në Drejtorinë e Përgjithshme. Kënaqësi. Faleminderit për kohën. Është Sokola Bazi, profesor kimie, ekspert i sigurisë ushqimore. Mirë se vini në Alert. Faleminderit për ftesën. Profesor Dr. Abdul Sinani është ekspert i sigurisë ushqimore, kimist, teknolog dhe një njohës si ndër më të paktën në Shqipëri për çështjen e miellit apo të dritave në tërësi. Kënaqësi që u kam studio. Faleminderit na thirr. Unë do ta nis me keni një merak Ylka apo ta nis me sepse dua në fakt ta nis me zotin Mici për shkak të pozicionit në drejtori dhe pa u ndalur në çështje teknike, dua ta nis me pjesën se si paraqitet aktualisht kuadri ligjor në Shqipëri në lidhje me standardet për aflatoksinën, meqenëse se është një ndër problematika që shfaqen sfundmi paktën në import, në ushqim për kafshë dhe sa i përputhshëm është ai me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Faleminderit për pyetjen. E shoh me vend që të ndalojmë bëjmë një serim shumë të shkurtër për të gjithë ata që na ndjekin, çfarë është aflatoksina. Shkurtimisht, aflatoksina është një lloj myku i cili zakonisht është prezent në drithrat dhe në arror. Zhvillohet fal kushteve jo të mira të ruajtjes të tyre drithrave, por edhe të drithrave të bluara në trajtën e koncentratit, që kryesisht përdoren për ushqim për kafshë. Aty zhvillohet aflatoksina, e cila përcillet deri tek qumshi, kur drithrat përdoren si ushqim për kafshët. Është rezistente ndaj temperaturave të larta, kështu që edhe gjatë pasterizimit nuk largohet. Dhe një nga ndotësit më të shpesht tek qumshi është aflatoksina M1, e cila si thash është edhe rezistente ndaj nxehtësisë. Shtetet caktuara vendosin nivele MRL-je, pra maximum residue level, të aflatoksinës dhe aktualisht i kanë të ndryshme. Për Bashkimin Evropian, ky nivel është 0,05 për litër, mikrogram për litër, ndërkohë që vendet tjera si Amerika e kanë... Japonia, Irani... Japonia, Irani e kanë 10 fish më të lartë, normën e lejuar, pra 0,5, kundrejt 0,05 që e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Kuadri ligjor shqiptar lidhur me aflatoksinën është i konsoliduar dhe është i njëjtë me standardet e Bashkimit Evropian. Legjislacioni në fuqi përcakton pra si vlerë maksimale limitin 0,05, i cila është e lejuar në Shqipëri. Ky legjislacion përditësohet vazhdimisht edhe në kuadër të ndryshimeve që vendet e BE-s bëjnë, dhe kryesisht është EFSA, European Food Safety Agency, e cila bazuar edhe mbi studimet e erëpashershme që bëjnë, përditësojnë nivelet e MRL-ve jo vetëm për këtë për aflatoksinën pra që po flasim, por për shumë ushqime produkte tjera. Pra, si thash, legjislacioni është i përditësuar, ka një bazë solide për shtetin shqiptar, i cili gjithmonë në kuadër edhe të integrimit në BE, përditëson në linjë me akis të BE-s të gjithë kuadrin ligjor. Çfarë pozicioni në nivel
politika sektoriale të sigurisë ushqimore mbahet lidhur me standardet e aflatoksinës në Shqipëri? Ne jemi detyruar të zbatojmë legjislacionin e BE-s. Sigurisht. Ne sigurohemi që e para Ministria, po ashtu dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, siç është edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, përveç bazës ligjore, të zbatojmë dhe të kontrollojmë edhe pjesën e tregut lidhur me standardet të cilat i kemi vendosur dhe në ligj. Për këtë, kontrolli i standardeve të aflatoksinës është i integruar në planet vjetore të kontrollit që AKU-ja ka lidhur kryesisht me bazë risku. Për marrjen e mostrave, kontrollin e ushqimit për kafshë. Pra, nuk kontrollojmë vetëm pjesën e qumshit, por edhe ushqimin për kafshë, që siç e përmenda është baza për përcjelljen e aflatoksinës në qumësht. Siç përmenda janë edhe arorët, që ne po ashtu i kontrollojmë. Harmonizimi i legjislacionit shoqërohet me kontrollet zyrtare, të cilat kanë një numër të caktuar mostrash, kryesisht variojnë sipas standardeve edhe këto të Bashkimit Evropian, diku në 5 deri në 10% Si numër mostrash? Po, si numër mostrash. 15% në raport me planin e kontrolleve zyrtare. Zonja Allaraj, do doja ta nisnim bashkë me pyetje që unë i kam drejtuar AKU-s në fakt. Janë 47 mullinë, të cilët janë të vegjël. AKU më ka sjellë edhe pjesën e importit të mullinë bloje. Po, mullinë bloje. Ka pas 25 inspektime në 2025, 24 inspektime. 24 inspektime. Okej, atëherë mi thoni ju, si është situata e prodhimit vendas në raport me sigurinë ushqimore gjithmonë dhe me mulli patjetër. Atëherë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka një mision. Edhe misioni i këtij institucioni është që të ofrojë tek konsumatori një produkt të sigurt dhe të cilësor, si për ushqimin, ashtu edhe për ushqimin për kafshë. Referuar kërkesës suaj për mullinë e blojës, këto janë operatorë të cilët kontrollohen nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit. Në hartimin e planeve të kontrolleve zyrtare me bazë risku, këta operatorë përfshihen në kontrollet që trupat inspektuese të drejtorive rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kryejnë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Aktualisht, në vendin tonë operojnë operator të biznesit ushqimor të kategorisë për punim drithrash, me veprimtari specifike mullim bloje, 47 operatorë. Më falë, 47 të përfshirë në fabrikat? Janë vetëm enkas mullim bloje, të cilët janë të pajisur me NIPT. Pasi Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, kontrollet zyrtare i bën në ata operator të cilat janë të pajisur me një NIPT. Në këta operator të biznesit ushqimor, për vitin 2025, janë bërë 24 inspektime. Neve operojmë me hartimin e planit të kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor dhe i kategorizojmë në bazë risku. Risk të ullët, të mesën dhe të lartë. Referuar këtyre operatorëve të biznesit ushqimor, mullinë e blojës, janë kategorizuar në operator të biznesit ushqimor me risk të ullët. Dhe duke qenë në bazë të kategorizimit të riskut, ne operojmë edhe me kryerjen e kontrolleve zyrtare në këta operator që i bie një herë në 18 muaj. Por për pos kontrolleve zyrtare që ne bëjmë në këta operator të biznesit ushqimor, në këta mullim bloje janë të planifikuar edhe marrja e mostrave. Dhe në marrjen e mostrave ka rezultuar që për vitin 2024-2025 në total kemi marrë 25 kampione mostra të analizuara për lëndën e parë për grurin edhe për mielin. Nga këto 25 në total, 8 kampione janë analizuar në qendrën e në laboratorin në laboratorin e autorizuar të kontrolleve pranë drejtorive rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe 17 të tjera janë analizuar në qendrën e referencës. Në analizat e kryera si për lëndën e parë edhe për produktin për mielin, që është përfituar nga lënda e parë, është analizuar cilësitë fiziko-kimike, të cilat janë lënda e thatë, lagështira, pasi e dim shumë mirë siç e tha edhe drejtor Martini që një ndër faktorët për kontaminimin e këtyre produkteve drithrave është lagështira dhe temperatura, lënda e thatë, gluteni, proteinat
dhe sigurisht që për produktet e importit edhe aflatoksina dhe konkretisht aflatoksina B1, pasi siç e dim që nëse një produkt ushqim për kafsh është i kontaminuar me aflatoksinën B1, normale që ne do përfitojmë një produkt qumësht, i cili do na rezultoj i kontaminuar me aflatoksinën M1. Po për njerëz, aflatoksina në prodhim vendas nuk është analizuar? Atëhere, këta mullinj bloje operojnë zakonisht për prodhimin vendas nga fshatarët, të cilën ima prodhojnë drithra dhe operojnë me të tretët. Do me thënë, fshatari e qonë drithin, grurin dhe mistrin e vetë që prodhon, të këta mullinj të blojës dhe pasi e bluajnë e rimarin përsëri dhe e përdorin për konsum vetjak. Nga të gjitha inspektimet, kontrollet që janë bërë në këta operator të biznesit ushqimor, nuk ka rezultuar asnjë masë administrative me penalitet me gjobë. Por, këta operator të biznesit ushqimor janë këshilluar për çdo lloj gjetje që trupat inspektuese të drejtorive rajonale kanë gjetur, duke filluar që me kushtet higjieno-sanitare, që me vendodhjen, me pjesët e pajisjeve në të cilat bluhet ky produkt dhe gjithashtu edhe ajo që është më e rëndësishme është edhe plani dezinfektimit DDD kundra brejsve, të cilat këta është në fokus të inspektimeve që bëhet nga trupat inspektuese të drejtorive rajonale. Po është e sigur që ka mulli punojnë vetëm për mua që qoj mishin apo grurin tim? Se kjo është pak problem se lidhet me furrat e bukës pastaj. Tani në të gjitha procedurat që janë mbajtur nga trupat inspektuese nuk ka rezultuar që këta operator të marrin në sasira të mëdha gruri dhe mistri dhe ta çojnë në furrat e bukës. Këta zakonisht janë operator që janë në zonat rurale dhe për atë zonë të caktuar ku janë ngritur, për pjesën e zonës ku janë, këta operojnë për të tretët. Do me thënë... Qoj mielin, grurin, unë e marrë mirë. Por... Vetëm përdorin vetja. Vetëm për përdorin. Nëse ata do të rezultoj që do marrin një produkt të importit, grur apo misër, atëherë taksative, ata janë të detyruar që këtë produkt që e bluajnë në atë mullirin e tyre, ata janë të detyruar që t'i referojnë të gjitha kërkesave ligjore për etiketim. Do me thënë, nuk duhet që ta hedhin në treg nëse ata bluajnë në sasira të mëdha, pa ju referuar kërkesave ligjore njësoj si për të gjitha produktet e tjera ushqimore. Po në rast se të duket sikur po e bëjmë bisedën bashkë, vetëm bashkë, në rast se një mulli pavarësisht i vogël, me një, që prodhon bluan për mua, për profesorat dyllën e tjerë. A du të ketë linjë pastrimi, pavarësisht është aq i vogël? Në trupat inspektuese të drejtorive rajonale që vetë në këta operator kanë një checklist, operojnë me një checklist. Dhe në këtë checklist ka rubrika. Dhe në këto rubrika janë të përcaktuara të gjitha qasjet që do gjohen nga trupat inspektuese në këta operator. Dhe nga verifikimi i të gjitha listë verifikimeve që janë bërë në këta operator, mbi të gjitha praktikat e inspektimit të mbajtura nga trupa inspektuese, nuk rezulton asnjë rast si të ketë jo konformitet të këtyre problemeve që subjektet mos të kenë linja pastrimi, sepse nëse trupat inspektuese konstatojnë problematika në atë këta operator, targeti ligjor i këtyre është me penalitet dhe që mbylli aktiviteti. Po, profesor, unë personalisht, kjo është vetëm qendrim personal që ndoshta kam dhe gjithë drejtën të dyshoj që një mulli i vogël nuk ka linja pastrimi. Tani nuk është puna, këto që u thanë janë fundi. Duhet dimi gjë që... Cilat janë të para, ti marrë me radhë? Para është koha me shi që kemi tani. Mirë, kushtet klimatike, analizat e tokës... është bari, mistri, gruri, gjitha, marrin frymë biologike. Do të frymarja, kur e ketë në magazin, jep gaz karbonik, ujë në tësi, që ose arobe. Anarobe jep edhe alkohol e gjitha. Dhe këtu dalin mikroorganizmat, që themi në mikotoksinat. Po mikotoksinat janë fund. Janë shumë mikroorganizmat, kanë bakteriet, ka protozoat, janë viruset, që veprojnë në këtë grup të miellit e të grurit. Por, këtu të shi, me që është koha me shi, po në parë njerë është, jo vetëm shifrat, se shifrat si mbajmë njerëzit, por që duhet bëjmë me urgjensë. Në qoftë se është korru bari dhe do ruhet për ta konsumuar më vonë, për blektorin, atëra i duhet thahet, atë që thamë, temperatura, duhet thahet se s'bën, lagështia e grurit e mistrit do t'jetë nën 14% atë që thamë, sepse kur prodhoj mielin,
ai ka cipën që është salonike ti, rreth 20-30% që i janë që jepet lektorisë. Dhe kjo është pika që ka ato mikroorganizmat, pika e cipës. Pra, detyra kryesore tani, që jemi ne këtu, është vëmendje e jashtëzakonshme. Për atë që kemi drithrat që kemi ne dhe ato të importit. Se analiza bëhen, por nuk arrin dot që të bëhen ashtu si themi ne këtu. Ma dhe çdo mostër nuk do bëhet analizë. Nuk arrin dot. Po presupozojmë që nuk është moti lagësht, është një veshë normale. Ose gruri se tani misri e gruri kanë stinë të ndryshme kur korren. E presupozojmë grurin që korret në pranverë, në fillim pranverës. Të gjitha stinë e ka. Ka një gjë. Po ne parë njëherë është kodi lot ose gjurmëshmëria. Gjurmëshmëria e prodhimit, pra detyrimisht toka ka mikroorganizmat që vjen deri lart te koka e grurit. Po ta marrësh për shembull bajamen, ka megjithëse është një qese, ajo zëmiza. Sepse këto sporet vjen deri lart. Pra kërkon një vëmendje të gjithanshme. Vetëm atë kaq që u kontrolluan, kaq që u kontrolluan, se nuk arrin dot të kontrollohen ashtu si duhet. Analizat që ti çosh për analiza ka shumë punë. Duhet çuar se s'bën. Kur themi mulliri duhet të ketë ka një rregull absolut në mulli, që duhet të jetë një makinë, brush makinë quhet, që me furça, që heq ato pjesën atë që thatë juve, edhe mulliri i vogël duhet ta ketë ka një linjë të caktuar. Pra, veç se 3 orë nuk kanë, po kanë këto që e godasin fort në cip, që heqin këto një pjesë të mikroorganizmave në mullit e vegjël. Mirë po, a bëhet kjo? Diagrama e secilit mulli është sipas asaj që kërkohet nga sapi? Po nëse këto kontrollohen dhe është linja me përgjegjësi, atëherë firmoset që do kaloj për bloje. Kalon për bloje, bloja pastaj sa do t'i heqësh? Çfarë rreze do bësh? Rreze 85, 90, 70, 75. Po, profesor, në 400 ose 180.000, 812 ton gruru nuk besoj se janë matur. Ja statistika sa është prodhuar, sa kanë prodhuar të parcela ime ta çoj dhe ta kthej mbrapsht. Edhe po duan ta matë se masin dot janë. Edhe misër 410.400 ca ton. Por do të shkojnë në publicitet dhe kthehen pas pak, mos u largoni sepse profesora Abazi pastaj ka një tjetër përgjigje ndoshta. Jemi sërish në alert dhe po diskutojmë për situatën e prodhimit të drithrave në Shqipëri dhe mullit, ata mullit e vegjël, pra të zonave rurale apo periferike të qyteteve, që mund mos jenë dhe aq vegjël, nuk janë ata mullit e fshatrave të dikurshëm që bluanin një kuintal misër në 24 orë, por sigurisht me kapacitet më të madh. Megjithatë, konsiderohen të vegjël sepse nuk janë blojat apo fabrikat e mëdha të përpunimit të prodhimit të miellit, pra përpunimit të drithrave. Zotja Bazaj, 410.000 ton e ca misër, gruri 180.000 e ca, 47 mullinj AKU-ja, disa mostra të marra, gjitha kanë rezultuar konform. Në gjykimin tuaj, sepse ju keni drejtuar më herët një laborator privat të akredituar. Si është edhe për shkak profesionit që keni? A rrezikohemi nga kjo situatë, nga prodhimi, nga kushtet e ruajtjes, nga analizat e tokës, fara e grurit dhe misrit që duhet jetë certifikuar, ato që mbillen gjithmonë këtu, shërbimet agronomike, lloji pesticideve, koha e korrjes së grurit dhe misrit, gjitha këto pa diskutim edhe pastaj kushtet e ruajtjes, përpunimi, kamullinë siç janë të tjera. Patjetër, gjitha këto që thatë ju janë vendimarrëse për sa i përket cilësisë së produktit final të miellit apo dhe të produkteve të miellit. Qoftë makaronat, qoftë produktet e tjera, bukë, pasta, ëmbëlsira që bëhen me to. Mendoj që ju e trajtuar në mënyrë shumë komplekse dhe jam me siguri mund të them që nuk ndiqet ai zinxhir që nga fara deri te produkti final që të shikohet cili ka qenë impakti i farës së marrë apo i kushtave të ruajtjes dhe me radhë. Ne për fatkeq shikojmë vetëm analizat e produktit fundit dhe shpeshherë e shikojmë në ato raste kur çdo gjë ka përfunduar dhe s'ka më zgjidhje si të thuash, pasi në atë rast ose do shkatërohet ose por ajo që unë doja të thosha është që do duhet që të gjithë aktorët e këtij zinxhiri duhet jenë koshient që duhet ky produkt është shumë, siç e tha profesori, është shumë, është një produkt që jeton gjatë gjithë kësaj kohe dhe gjatë gjithë kësaj kohe transformohet në mënyra nga më të ndryshmet.
Mikotoksinat janë ato që janë më të rrezikshme dhe do duhet patjetër që të kontrollohen. Sidomos këtu folëm për limitet që janë vendosur në Komitetin Evropian, po të mos harrojmë se shpeshherë ato produkte janë edhe fëmijë të vegjël. Dhe në ato fëmijë të vegjël, limitet janë akoma në ushqimet e tyre janë akoma edhe më të ulta. Prandaj është një gjë që nuk është se do ta vdesja të fëmijë, por janë pasojë të cilat kur i marrin në moshë të vogël, diku do t'i japin një problem gjatë rritjes dhe me radhë. Prandaj do duhet që të mos shikojmë vetëm fundin, por do duhet që t'i ndjekim gjithë atë dhe do thoshe që ministria ndoshta ka një përgjegjësi të madhe për sensibilizimin, domethënë kur bëjmë ato kontrolle etj, ndoshta hasapin shpeshherë bëhet në mënyrë formale dhe ata mulligjinj jam i bindur që as nuk e kuptojnë se ç'do të thotë, apo që ti dinë ku është, po janë pikat e rrezikut dhe si ti. Pra do duhet që të shpjegohen gjitha këto. Pastaj përsa i përket ka dhe ndotje të tjera që mund të vinë me atë grur. Shpeshherë përdoren insekticide, grur, misër apo çfarëdo që të jetë, insekticide, pesticide për t'i ruajtur gjatë kohës ruajtjes së magazinimit. Edhe këto do duhet patjetër që të kontrollohet. Ajo që kemi bërë në re ne gjatë këtyre viteve, që edhe në një croissant gjenden mikotoksina, gjenden pesticide, gjenden edhe baktere të cilat janë patogjene. Streptococcus staphylococcus. Të cilat janë të ardhura nëpërmjet miellit ndoshta? Gjasa më e madhe është ajo që ka volumin më të madh, pra që është mielli, por mund vinë edhe nga produkte të tjera, nëse ka një produkt shtazor tjetër, gjalp apo nuk e di se çfarë, edhe ato mund të. Pra është shumë komplekse kontrolli që duhet bëhet. Ajo që unë kam bërë në re, domethënë akuja ka një staf të madh inspektorësh, por pajisjen e laboratorëve e ka vërtet në një gjendje që nuk mund t'i përgjigjet dot këtyre kërkesave. Dhe të duhet patjetër që akuja të investohet dhe të fuqizohet që të mundet të kontrollojë. Lagështia, trupat e huaj, jam dakord, edhe ato kanë një rol, por nuk janë vetëm ato. Do duhet që të bëhen edhe analizat, siç e thash, metalet e rënda, pse kemi gjetur mielra të cilët kanë, ju e përmendët, nikel, kadmium, plumb. Kishte në gota. Në gota, okay, po i gjejmë edhe në ushqime. Shpeshherë kanë ndotje të këtyre, shpeshherë edhe misri, për shembull, është nga ato që i merr nga toka në varësi të tokës ku është kultivuar, mund të marrë nga toka dhe ka limite të tjera. Toka bazike. Tamam. Dhe këto do duhet që të kontrollohen, pasi të gjitha këto impaktojnë shëndetin e njerëzit, dhe sidomos të fëmijëve. Gjatë pjesës tuaj të eksperiencës në drejtim laboratori, a ka pasur nga këta fermerë prodhues të grurë në njerë që kanë sjellë vetë mostra, ose dritrave, nuk po them grurëse? Jo, asnjëherë për fat keq. Vetëm për proteinat e glutenin edhe peshën ektoretike mund të vinë ata, por këto jo. Mund t'jenë fabrikat e përpunimit grurit, jo blojat, mullit e vegjël. Edhe këto, tani, dhe me këtë prodhim, me sasi prodhimi vend. Tani e ndjejnë përgjegjësinë, edhe fermerët po e ndjejnë, ata që prodhojnë këto miell, dhe qojnë për kontroll te fabrikat e miellit të mëdha. Për peshën ektoretike, për glutenin, për proteinat, ato që janë kryesoret, se duhet edhe ata të dinë këtë punë. Po fabrika e madhe nuk ja merr fare, nuk ka pse fut për t'ja peshuar dhe për t'ja kthyr mbrapsht. Pastaj ma peshok këtë ose ma boj këtë matja. Jo, ata e bëjnë kontroll, autokontroll, se detyra e parë. Autokontrolli i fermierit nuk shkon te fabrika e madhe. Jo, Mulli s'ka laborator. Jo, ai s'ka, por sa të bëhet laborator, do bëj laborator për atë për 10 kujtal grur që ka. Po ku duhet ta analizoj pra? Atëherë duhet do bën, prandaj ja dhan 30 milionë euro për laboratoret. Do të caktohet këto, do bëhet riorganizimi i akuz. E dim në këto. Jo, patjetër. Se kryeministri nuk e bëri që tha, ai tha të mbyllet akuja. Apo jo? Ja, nuk ishte eksaktësisht kështu se është ka pas një keq kuptim. Jo, se ka bllafin aty. Ai tha të gjenë specialistët më të mirë që do punojnë aty. Mirë, po çfarë bëri Ministria e Bujqësisë? Vuri 5 agronom që kontrollojnë teknologët kush do pranojë apo jo. Këtë bëri. Është histori tjetër ajo e Universitetit Bujqësor. Është testimi i parë. Mirë, nuk kemi akoma rezultatet, po do kemi një emision tjetër. Jo, aty do filluar. Jo, po do merremi me ministrin se imagjino sa shpejt ikin minutat, na iku pjesa e parë vetëm me hyrjen time. Çfarë kem pyetje tjetër? Pyetje kam pafundër, sa letra kam përpara, po nga që kështu që unë duhet ndalem tek zoti Mici një moment sepse për sa kohë edhe përgjigja e parë e tij u nis me aflatoksinën. Ju ka gjithë përmendni aflatoksinën, pra pse përbëjnë, a përbëjnë një prioritet, pse përbëjnë një prioritet aflatoksinat në lidhje me politikat e sigurisë ushqimore, se besoj kjo është e rëndësishme. Meqense po e trumbetojmë shumë aflatoksinën dhe është vërtet risk, Aflatoksina ka një gjë.
kur am barin, ai bari ose misrin blektoria lopa, direkt aflatoksinë e çon në qumësht ose në vezë. Patjetër nga ushqimi shfaqet. Aty, prandaj kjo me që është kjo dhe koha me lagështi, tu duhet tani të përqendrohemi më shumë me se aflatoksinë e tam, të gjithë po e përsërisim vazhdimisht. Po s'është aflatoksina vetëm. Janë protozoarët, janë bakteriet, janë myket, janë viruset që prekin kokrën e grurit ose të gjithë ushqimet e tjera. Kështu që në këtë kohë kërkohet vëmendje, prandaj vëmendje e veçantë për ruajtjen e tyre, që nga ruajtja edhe deri tek diagrama e përpunimit. Kur themi diagrama e përpunimit, aty i thatë juve, mbullitë e vegjël nuk kanë, duhet paktën të kenë një brush makinë, një makinë ta blejnë se s'bën, që të heqë ta godasi kokrën e grurit ose të misrit, për të hequr pjesën e sipërme që ka, se aty janë këto mikroorganizmat, pjesën e sipërme. S'kanë pse blejnë një kontroll herë në 18 muaj, ata ndërkohë që mund bluajnë sa ton në vit, pse du ta blejnë ata? Prandaj përsejme në këtu. Po zonja Allaraj tha të checklista të inspektimi që kanë bërë kryer inspektorët rajonal, të drejtorive rajonale të I kanë ato, nëse i kanë. Nuk kanë gjetur shkelje, pra, nuk ka problematika. Çdo thotë shkelje. Shkelje do thotë diagramën, kush e di? Jo, nuk ka shkelje. Prandaj janë agronomët atje, nuk janë teknologët. Që fëmijë kanë paqë shumë mullit vegjël. Edhe një të gjithë kanë, mirë po, ashtu janë, vetëm se tani janë me korrent kanë aparat pastrimi, duhet ta kenë se s'bën. Prandaj themi ne duhet të jetë teknologët. Pa aparat pastrimi. Nëse ka dikush nga inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit dhe është duke ndjekur një foto të një prej këtyre pastruesve që mund të kenë mullit e vegjël në gjithë Shqipërinë, e të lutur të ma dërgojnë në rrjetet e mia sociale që po shfaqen në ekran ose në numrin tim të telefonit, se fatmirësisht e ka të paktën shumica e KU-s numrin tim personalit. Duhet të ketë se s'bën me aparat pastrimi. Do t'ja jap fjalën zotit Mici. Po që ta ketë, në kush do ta di këtë? Po pse du ta ketë, pse du ta blej unë qofse unë kam mulli, pse du të blej një aparat, nëse po e kthem diskutim. Jo aparatës. Pse du po pra një pajisje pastrimi, kur unë nuk tregtoj. Unë bluaj drithin tënd, çfarë do lloj qoftë, më paguan X lek për kilogram, e merr mbrapsht. Se du ta investoj. Po mirë, atë mielin që prodhon. Sa ko unë nuk nxjerr në treg me etiketë. Molliri që prodhon mielin, nuk e prodhon vetëm për veten e vet, se sformon 5 kg, sa do amë. Ja çon në fshator. Dhe gjithi furnizon dhe të tjerë. Nuk i furnizon ai pra, sepse sipas Allarajt, sipas AKU-s nuk shet për të tjerë. Operon për të tretët. Operon për të tretët, ti çon misrin tonë. Po, për tretët, mjafton, pra e çon. Duhet, ju po thoni si duhet. Po. Unë po kam problemin si është. Si është, prandaj kritikojmë për ne. Zoti Mici. Atëherë për të rikthyer tek pyetja që ju sapo bët, është shumë e rëndësishme që për të ruajtur standardet e aflatoksinës, politikat e sigurisë ushqimore lidhen kryesisht me integritetin e zinxhirit ushqimor. Pra, për të ruajtur gjithë integritet, për të ruajtur besimin e konsumatorëve dhe për ta kthyer tek produktet vendase, qasja dhe kontrolli i vazhdueshëm nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe institucioneve të varësisë është e rëndësishme. E para ministria me anë politikave që harton, dhe e dyta pastaj koordinimi i autoritetit kombëtar të ushqimit bashkë me ISUV-in, laboratorin e referencës, si një trup e vetme, sigurojnë që këto kontrole të jenë e para të mirë organizuara në kohë dhe me rezultatet cilat i përgjigjen pastaj edhe standardeve të caktuara. Nga ana tjetër është edhe pjesa e këshillimit bujqësor, u përmend pak më parë këtu, kushtet e ruajtjes të këtyre drithrave, cilat na ndihmojnë që hapat korrigjues pastaj të jenë akoma më të vegjël. Pra, problemit parandalohet që tek kushtet e ruajtjes. Folëm për misrin i cili është në 90% të volumit për ushqim për kafsh vjen kryesisht i importuar nga Serbia apo nga vendet tjera të rajonit. Gjithashtu duhet të më jap edhe një shifër këtu, e cila besoj do t'i vinë ndihmë, është një investim faktikisht që bëhet nga shteti shqiptar nëpërmjet një kredie nga Banka Botërore, e cila vetëm për sigurinë ushqimore ka një komponent në vlerë 20.3 milion euro.
20 është? 20 milion euro, 20.3 milion euro. Konsiston kryesisht tek pikat doganore, cilat do rekonstruktohen nga e para, do ketë edhe aparatura për analizat shpejta aty. Janë 7 laboratorët e AKU-s, autorizuar. të cilët 7 apo 11? Po, 7. Ka 7 qenë 11. laborator në 7 drejtori rajonale. të cilët po ashtu do t'i nënshtrohen një rekonstruksionit të thellë, domethënë si në Godin, ashtu edhe në pajisjet. Investim. Investime do ketë gjithashtu edhe në magazina për madrat të cilat AKU-ja ushtron kontrollin e tyre. Investime gjithashtu edhe tek laboratori referencës në ISUV. Kështu që e gjithë kjo vlerë prej 20.3 milion eurosh do jetë e gjitha e destinuar për sigurinë ushqimore. Sigurisht që standardet e sigurisë ushqimore janë vazhdimisht në rritje, pra nuk mund të themi që kemi një standard caktuar dhe neve aty jemi okej, pra është një punë e përditshme, është dinamike për të gjitha institucionet. Paralelisht me këto, ne jemi edhe duke u audituar nga një sër kontrole që vinë nga Bashkimi Evropian, të cilët përveç se po kërkojnë që gjithë baza ligjore në kuadër edhe të integrimit Shqipërisë me Bashkimin Evropian të jetë e përafruar, sigurohen që zbatohen edhe në kontrollet zyrtare standardet të cilat ata i kanë të përcaktuara dhe ushqimi është i sigurt. Përmjet kodit lot. Sigurisht. Patjetër. Vetëm se fatkeqësisht Hape që më. Kodi lot. Po. Që është udhëzimi që ka të bërë Ministria e Patjetër, Fuqisë. Deri në 1 janar, ajo hyn në fuqi komplet. Po pse po bëhet tani? U la një kohë që të përgatitin specialistët. Patjetër, siç u la atëherë për VKM-n e etiketës 2 vjet. Edhe të edhe me këto të laboratoreve. Derisa themi për laboratorët që të përgatitin, detyrimisht duhet të vemi të shohim si e bën Italia, Franca dhe një shtet tjetër. Po e para ati specialistët dhe të importojmë ato makineri, aparaturat e laboratorit që janë të domosdoshme sot për të përshtatur Komitetit Evropian. Po do t'jetë detyrim. Në fakt, kur po thonit për çështjen e lotit, jo VKM-ja, këtë janë dhe mu kujtua që në përgjigje të autoritetit kombëtar të ushqimit, ndër shumë rreshta, sigurisht ka një dyzin ligjesh. Thonë, si pas këti legislacioni, ligji kaq, VKM, udhëzim, urdhër, ministre, tjera. Në përgjigjet mediatike nuk ka nevojë për të na cituar ligje dhe urdhra, por përgjigjet konkrete të sakta që ne që nuk kuptojmë të marrim vesh diçka. Zonja Allaraj, një ndër problematikat e prodhimit të bukës, po them, sa nuk e lidh fare me aflatoksinën, nëse është problem, se mund të mos jetë, po thjesht është perceptimi imi, është çështja e përdorimit të miellit me proteinë të ulët. Janë në përgjigjet, në pyetjet që kam, ose kërkesa që kam pasur ndaj autoritetit kombëtar të ushqimit, ka qenë çështja e nivelit të kontrollit furrave të bukës, të atyre furrave sparë që janë vetëm furra buke. Foto që unë publikova në fillim që mund në e kthej regjia, ato të miellit, unë i kam prerë, sigurisht tash nuk doja të dekonspiroja furrën, sepse është dekonspirohet personi që i ka sjellë tjera, dhe patjetër që ajo është vetëm një furrë buke, që nuk ka asnjë shërbim tjetër prodhim pasicërie tjera. Sepse në prodhim pasicërie ti mund të fusesh edhe mielin me proteinë të ulët dhe ai mund ta përdori pastaj, sigurisht mielli me proteinë të ulët ka edhe çmim më të lirë në treg e tjera dhe përdoret zakonisht në pjesën e pasticërisë. Po, por në ato furra buke që kanë vetëm prodhim buke, pse lejohet një përdorim i një mielli të tillë? Dhe pastaj flasim edhe për kontrollet apo inspektimet që keni bërë ju në të dy rastet. Atëherë, edhe furrat e bukës janë operator të biznesit ushqimor që janë në fokus kontrolli nga trupat inspektuese të drejtorive rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit. Këta operator janë operator të cilët janë kategorizuar në operator me risk të mesëm. Do me thënë, procedurat e inspektimit në këta operator bëhen 2 herë në vit. Në këta operator janë përcaktuar për post kontrolleve edhe pjesa e marrjes dhe analizimit të produktit përfundimtar që është buka. Në kontrollet që bëhen, kontrollohet edhe lënda e parë që është mielli, edhe produkti përfundimtar që është buka. Zakonisht mielli
që përdoret për prodhimin e produktit përfundimtar buk është i etiketuar. Dhe në kontrollet që trupat inspektuese të drejtorive rajonale, të autoritetit kombëtar të ushqimit që bëjnë këta operator, në fokus të tyre kanë pikë së pari për të parë etiketën e këtij produkti lëndës së parë që janë të ambalazhuara në thas. Sipas thesë. Dhe përpos gjithë elementeve të tjerë që është emri, jetëgjatësia, afati përdorimit, nga vjen në vendi origjinës, një ndër fokuset dhe pikat kryesore të trupit inspektuese është edhe kontrolli i përmbajtjes së proteinës, e cila për bukën është specifikuar që të jetë 12%. Në rast se këto trupa inspektuese gjatë procedimit të tyre të procedurave të inspektimit konstatojnë që nuk është kjo përqindje proteine, ata në mënyrë të menjëhershme marrin masa për bllokimin e lëndës së parë të miellit dhe mos lejimin e bërjes së produktit përfundimtar buk. Në hartimin e planeve të kontrolleve zyrtare me bazë risku, përpos këtyre është edhe plani i marrjes së mostrave. Dhe në këta operator mirret mostër në paralelisht, edhe për bukën, produktin përfundimtar, edhe për mielin. Nëse trupa inspektuese dyshon, shikon etiketën, nëse është 12%, atëherë e merr për treguesit fiziko-kimik. Nëse e konstaton, vepron konform legjislacionit në fuqi, menjëherë me bllokimin e lëndës së parë edhe marrjen e masës ligjore administrative, po konform legjislacionit dhe kërkesave ligjore në fuqi. Tani, rast pas rasti, ndodhin që disa operator mund edhe të fusin mielin me protein të ullët. Por, autoriteti kombëtar i ushqimit, nëse e konstaton trupa inspektuese vepron, nëse e konstaton një konsumator apo dikush tjetër, menjëherë autoriteti kombëtar i ushqimit operon me informim të menjëhershëm nëpërmjet numrit të tij jeshil që mund të ta japi rastin për ndjekje, kudo që të ndodhi. Konsumatori nuk është do të thesin e miellit. Po, shiko, personi kushdo kush mund ta ketë. Po nuk është kaq e rëndësishme proteina. 300 gram kushdo mund se po del vazhdimisht. Jo, jemi vendi i dytë në Evropë që konsumojmë më shumë bukë. Jo, 300 gram konsumojmë nga 700 gram që janë imatere. Në 300 gram që 12% protein. Diet ndoshta se. Jo, 300 gram e kemi. Po pak në periferitë e qyteteve të Tiranës, që bukën e kanë. Proteinat e dritrave janë në nivel të ulët. Nuk kanë ato. Por nëse nuk është temë kjo për të diskutuar kaq gjatë, por është temë për të treguar ka falsifikime apo jo. Domethënë, themi integral apo s'është integral. E them unë. Tani. Po. Kushdo që mund ta konstatoj. Nuk e konstaton dot konsumatori se nuk hyn brenda, ne shohim vetëm furrë. Ajo denoncim që ju dhat me atë etiket nuk është bërë nga vetë operatori i biznesit ushqimor dhe ka dërguar për veten e vet. Po pra, ka furnitor, ka pastrues, ka punonjës që nuk ja duan të mirën pronarit sepse u ka urrogën. Është i adresuar menjëherë që ta japi këtë denoncim, ta bëj tek autoriteti pranë autoritetit kombëtar të ushqimit, ka të gjithë informacionin e duhur, numrin e jeshil, website-in, Facebook-un, çdo lloj gjëje dhe mund. Jo, absolutisht keni shumë drejtë, kjo është mënyra e duhur ose ta sjellën te qendra alert siç e kanë sjell. Po vetëm se ka një problem. Dje unë ku kam publikuar një foto salce, kisha kuponin tatimor, me dhonat e tjera, që erdhi si denoncim. Rasti konkret dekonspirohet kush e ka bërë atë foto. Sepse unë kisha dekonspirime edhe me fotot e qumshtit të fshatit që shitej në rrugë. Jo, në markete, në Vlora, në Fier, dhe merri vesh, shikonin kamerat, kush i ka bërë foto e tjera. Pa ka një problem këtu sepse thesni miellit nuk është shet qytetarët. Megjithatë, këtu janë dy gjëra. E para njëherë që është në gjërësimi i konsumatorit që mos ta blej atë produktin në rrugë të pa etiketuar në ruajtjen e kushtet. Tek qumshti. Dhe pjesa tjetër që doja të fokusohesha është se në momentin që kjo problematik konstatohet, të siguroj nëse vjen denoncimi te autoriteti kombëtar i ushqimit në mënyrë të menjëhershme ngrihet trupa inspektuese dhe adresohet tek ajo drejtori rajonale prej nga ka ardhur denoncimi. Në mënyrë të menjëhershme nuk ka shans që të vijë denoncimi dhe të mos ndiqet nga trupat inspektuese të drejtorive rajonale. Në Djenin tim është nisur një inspektim edhe për denoncimin tim të djeshëm për Lezhën. Po sigurisht të garantoj për këtë dhe ta them me bindje këtë që në momentin që vjen denoncimi nuk ka shans që ajo mos të ndiqet. Nga përgjigjet me email të autoritetit kombëtar të ushqimit referuar të dhënave të ardhura nga qarqet,
rezulton se për periudhën janar 2024, tetor 2025 nuk janë marrë mostra për analizimin e proteinës në lëndë të thatë dhe mykotoksinat. Pra në gjithë inspektimet që janë bërë gjatë 2024 dhe 2025 për buk, fura, buke e tjerë, nuk është marrë asnjë mostra. Është vështirë analiza e proteinave, nuk e mendohet. Është vështirë, ai të bëj glutenin. Proteinat i kanë bërë me zotin Abazi në Tenuis në 2021 dhe i kemi komentuar bashkë. Po bën glutenin, s'ka nevojë. Po të bëj glutenin edhe një e bën këtu direkt glutenin. Dhe gluteni është përmbajtja e proteinave. Nese, unë po them që nuk janë marrë mostra fare. Jo, nuk ndodh. Jo, më falë, është përgjigja e akuz në email. Ndoshta është referuar, nuk e di se, por unë të garantoj që në procedurat e inspektimit dhe në planet e kontrolleve zyrtare për marrjen e mostrave, këta operator janë të përcaktuar për të marrë mostra si për lëndën e parë edhe për produktin përfundimtar. Pasi edhe laboratorët e autorizuar të Drejtorive Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të 7 laboratorët, bëjnë cilësitë fiziko-kimike si për mielin ashtu edhe për bukën. Bëjnë lëndën e thatë, bëjnë glutenin, bëjnë hyrin dhe... Unë për referohem vetëm përgjigje zyrtare të AKU-s. Gjatë 24 janë total 1300 ca inspektime, njësi fura buke, 2025 628. Ndoshta mos janë referuar mollimeve të blojës edhe për pjesën e proteinës. Në qoftë se thotë në analizimin e proteinës në lëndë të thatë, do thotë që është buka pastaj. Megjithatë nuk hyjmë kësaj, po kjo është situata. Më duhet shkoj një hapësirë tjetër publicitare e kthehemi pas pak në studio. Mos u largoni. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe ka diskutime sigurisht edhe në publicitet dhe profesor Abdul Sinani e ka absolutisht merakun e teknologëve për t'u angazhuar në gjithë punët e mundshme në lidhje me sigurinë ushqimore në gjithë zinxhirin, edhe në prodhim dhe me të drejtë në fakt se pa ekspertët nuk bëhet punë. Zoti Abazi, sipas AKU-s, ju ka thotë kundërtën, mund të ketë ndonjë lapsus si nuk janë marrë mostra. Në gjykimin tuaj, unë dua ta ndaj nga aflatoksina, po me gjithë rreziqet e mundshme të prodhimeve, pra për ato arsye që ne folem. Aflatoksina është një, e kemi thonë e stërthan në fakt, nga drithrat flasë. Shka, di si është puna, ndodhi aflatoksina në misër. Për fat, unë të thosha të keq, jo të mirë, si AKU-ja, si USUV-i punojnë me kontrolin me bazë risku. Për mendimin tim, këtu qalon gjithë puna. Pse? Pse kanë programuar, le të themi 1000 analiza. Dhe ato 1000 analiza kanë blerë gjithë mjetet dhe konsumit çfarë duhen. Nëse ndodh një emergjencë, siç ndodhi tani, erdhi misri nga Serbia me aflatoksin. Sa lote kanë kaluar më përpara? Ne kapëm vetëm 1, po ato të tjerat. Ato që duhet bënte. Jo vetëm ai që vjen, po pse ministri i vendit si është? Kushdo që tjetë, në një rast kur kapet një problematik, duhet patjetër që ISUV-i dhe AKU-ja të kenë fleksibilitetin të dalin jashtë atij kontrolli që kanë me bazë risku dhe ky është risku. Dhe këtu duhet kontrollohet çdo lot që ka hyrë në Shqipëri. Pasi është problematike, po çfarë po bëjmë? Asgjë, po e shikojmë, izoluam vetëm këtë. Po sa të tjerë, edhe mund mos kenë kaluar, po të duhet garantohemi që s'kan kaluar të tjerë. Do të jenë një gjë vjet me mandarinat. U kapën 2 kamiona të tjerë, futëm dikën në burg, po ata mund të jenë bërë dhe viktima. Pse? Se ato pesticide ndoshta ishin futur kontraband, ndoshta ishin me emër tjetër dhe nuk u kontrollua. Atëherë u deklaruan rreth 35 pesticide të ndaluara që ishin në territorin e Shqipërisë. Që do të thotë, keni deklaruar ju në këtë program, po dyshoj që personi i arrestuar në Berat nuk ishte fort viktim, sepse nxori në treg ilegalisht një produkt që ishte kthyer nga Kroacia në mos gaboj dhe ishte për asgjësim. Jam dakord. Nuk më dhimbset, në këtë rast nuk më dhimbset. Jo, po them fermeri si përdorus. Përdor vetë blen një pesticid legal kur del që është i ndaluar. Pra, dhe kjo do duhet patjetër që në tilla raste të dilet jashtë atyre 1000 analizave që duhet bëjnë, le të bëjmë 2000, 3000, por nuk kanë asnjë kapacitet dhe asnjë mundësi. Pse? Se mjetet e konsumit i blen një herë në vit me një tender që shpesh shtyhet 6 muaj, 8 muaj, 10 muaj. Dhe nuk është problem procedurash. Për këtë do thosha, do duhet mendohet në nivel ministerial, krye ministerial, apo dhe në parlament, që t'u jepet një fleksibilitet që për raste emergjence të veprojnë pa limit.
dhe të izolojnë dhe të kapin të minimizojnë dëmin që mund të shkaktohet popullatës. Edhe si mund zgjidhej kjo nëse, ky është mendim, nëse Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, gjoba që vendos, pra masat administrative gjob, ti mbaj ato fonde dhe ti përdori 30-40% të vlerave që arrektohen, ti ketë për raste emergjente. Dhe në fakt në gjykimin tim personal, ju e një ekspertu nuk jam, ISUV dhe AKU për çështjen e kiteve, terreneve, laboratorike, duhet të dalin nga prokurimi publik. Prokurimi publik nuk të le kohë ty kur ke emergjencat, të bësh tendera, pastaj janë të ankimojë ta çojnë gjykat dhe kur përfundon historia. Mendoj unë, nëse e kam gabim, po. Tani s'lejojnë me këto. Këto janë disa raste që nuk presin, nuk kanë kohë. Jo aflatoksina, s'po flasim për raste të fundit. E para njerë, asnjëherë si SUV-i ashtu edhe AKU-ja nuk kanë patur mungesë fondesh. Jo, nuk po e them. Është me shumë vend ajo që ju po nëse ke një krizë ushqimore sot dhe duhet të si analiza njerëz në procedurat e tenderimit të kiteve dhe reagentëve merr kohë. Dhe jemi detyruar që t'i zbatojmë. Kjo nuk do të thotë që ne ngelemi pa mbuluar atë pjesë tregu, por realisht nuk na lejon që të veprojmë shpejt. Jo, pikërisht, unë nuk e ludova. Nuk vjet vaj të ISUV-ja apo të AKU-ja, vjet në nivel qeveritar të lartë që do duhet të parashikohet në mënyrë ligjore një fond emergjencës. Në rast tërmeti apo përmbytje, kemi gjithmonë një buxhet të tillë. E njëjta gjë kështu duhet të trajtohet edhe siguria ushqimore. Në rast se ka një epidemi, listeri ndodhi para 3-4 vitesh. Këto mostra aflatoksine që po mbojnë në misër nga Greqia, nga Serbia, nuk kanë qenë planifikuara. Sepse unis historia si unis dhe po dalin shumë... Ndini të një qëroj, do më thënë. Nëse ne hasim një problematik gjatë kontroleve zyrtare që ne bëjmë me bazë risku, nuk do të thotë që mjaftohemi aty. Por vazhdojnë zinxhiri i kontroleve sa kohë shikohet që situata është problematike. Reagimi ka qenë i shpejt, si nga autoritetet e vendeve që e kanë eksportuar, ashtu dhe nga të gjithë tregtarët të cilët e sjellin. Pra, janë detyruar që përpara se të marrin mallin, ata pajisin me fletë analizesh nga laboratorët akredituar atje. Pra, situata nuk është aq e zymë. Kthehemi pak edhe tek mandarinat, se është shumë delikate dhe unë dua ta sjell në vëmendje. Deri para pak ditësh neve kishim një numër diku të 18.000 certifikata fitosanitare të lëshuara për eksport kryesisht fruta perimeve, por edhe agrumeve. Kanë qenë vetëm 13 rastet me probleme. Shifra është shumë... Mirë, po njerëzit janë të meruar, nuk kanë njëri mandarine, ke vëmëretit, janë blokuar. Tani, nuk është e drejtë që të bëhet edhe politik me sigurinë ushqimore. Do të pasu kujdes, lafi para se të ashtë. Prapja e paniku, do më thënë... Për virës vërtetës, profesor, kam ngrënë vjetë edhe si vjetë. Nuk shtojmë do. Po ti ke forësëre? Jo, dakor, po ne nuk shtojmë do, ta nëse ka probleme. Ne do ushqeme. Di çfarë ndodhi këtë vit, dhe më komplet zona e Sarandës, Zarës, vjet janë blokuar, si vjet kanë ardhur të gjithë, të organizuar edhe nga disa grumbullues, kanë ardhur me qindra kampione në laborator për të analizuar për klorpirifos dhe kanë dalë të pastra. Që do të thotë, ata i morën vetë masat, flasim hapur i kanë marrë dhe pesticidet nga Greqia se nuk kanë besë ti marrin këtu duke që në Afrikë kanë futur nuk e di kontrabanda apo jo, por këto informacione kemi. Që do të thotë ata kanë marrë masa që ta evitojnë. Pse? Është në interes të gjithëve. Edhe të atyre. Ndërkohë, po flasim përsëri, kemi gjetur në zonat e tjera në qendër të Shqipërisë. Përsëri klorpirifos. Që do të thotë problemi akoma vazhdon. Do duhet që të ndiqet. Patjetër, me përparësi. Një gjë që vlen të sqarohet edhe kjo, më fal nëse devijojmë nga tema, por besoj që është me interes për siguri ushqimor është. E para, lënda që po flasim klorpirifosi është ndaluar këtu. Siç e thash në fillim të emisionit, standardet e Shqipërisë janë të njëjta me standardet e Bashkimit Evropian, si për produktet mjekësore bujqësore, ashtu dhe për produktet mjekësore veterinare. Pra, çfarë lejohet të përdoret në Bashkimin Evropian, lejohet edhe në Shqipëri. Nga ana tjetër, klorpirifosi, mos ta harrojmë, domethënë është bërë si mangth, por ka qenë lejuar deri në 2022-shin. Po, tani u bllokohet. Pra, deri në 2022-shin ishte e lejuar. Nuk është justifikim, më falë. Absolutisht nuk është justifikim. Dhe t'jeni të bindur që vetë Ministria e Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk ka dashur që ta mbaj
në profil të ullët problematikën e manderinave vjetë. Kemi qenë ne që kemi bërë referimet edhe në prokurori. Qoftë për fermerin që nuk i... Eksportuesin e beratit. Ashtu edhe për rastet tjera të cilat nena ka rezultuar nga analizat me pesticidet pa lejuara. Flasim pa lejuara dhe jo mbi normë. Qarë, është në gjëra ndryshme, pa tjetër. Zoti Mici, ajo, vetëm për sqarim me ju, ajo çfarë po unë po thoja për pjesën që nuk ishin planifikuar kaq shumë mostra aflatoksine, për shembull, nuk po e lidhja me situatë të zymt, po thoja që ISUV, për shembull, në situata të ndryshme, të tilla, ose nëse do funksiononin mirë laboratorat agus, do vieshin në vështirësi të kryen një farë kolapsi, sepse ti nuk e kite, nuk e reagenta shumë për mostrat pa parashikuar, për shumë mostra, jo 1, 2, 3. Dhe për atë doja ta lidhej me pjesën e buxhetit, që të gjeni një zgjidhje në të mirë të gjithë ne konsumatorëve që të dalin nga kur buxheti për sigurinë ushqimore nuk ka munguar. Ja, Dhe kjo do të thotë që edhe analizat të cilat, ka analizat saktuara që ISUV si laborator referente nuk i realizon dot, kemi marrë përsipër dhe i kemi adresuar në laboratoret të akredituar të Bashkimit Evropian. Pra, në të gjitha rastet. Dhe kemi ndërmarrë edhe aksione shtesë që nuk lidhen fare me planin me bazë risku. Siç kontrolluam vajin e palmës, si që kemi kontroluar më ndihmoj. Vajin e ullirit e kemi bërë 2 vjet rresh, kështu të detajuar zbërthyer. Një pjesën e shtesave në sallame, nitritet, nitratet, janë pjesa specifike. Planin kombëtar të mbetjeve që ne realizojmë po ashtu në qeverin grup në laboratorin në Belgjik. Unë nuk po e thoja që nuk ka para, nuk e thash unë. Por ideja është të procedurat e shtetit duhet të zbatosh, prokurimin e tjera. Me këtë doja ta lidhja. Sigurisht neve aty dhe prokurimit të fut në ngërsh nga njëherë. Sepse ti e fiton, unë të çoj në gjyq, ISUV nuk bën dot është drejt. Nuk bën dot prandaj bet planifikimi tani. Një rezervë do të lini, kemi padur ngërçe, por një rezervë do ta lini ju lek tani. Për emergjencat. Shiko, ne akoma kemi fonde të rezervuara tek siguria ushqimore. Në vazhdim të asaja çfarë tha drejtori Martini, që e mbështes plotësisht, për shembull kemi rastin e mistrit që na ka ardhur nga importi me origjinë Serbi. Ta theksoj mistrit për kafsh. Ushqim për kafsh, po, mistri ushqim për kafsh me origjinë Serbi. Pavarësisht se vendet importuese janë të ndryshme, rastet jo konforme na kanë dalë vetëm tek mistri ushqim për kafsh me origjinë nga Serbia. Dhe në momentin që doli ky produkt ushqim për kafsh, atëherë është operuar me analizimin e të gjitha ngarkesave, 10 ngarkesave rresht. Dhe duke qenë se pati përsëri jo konformitete, aktualisht sot të gjitha ngarkesat që vijnë nga Serbia me mistër ushqim për kafsh analizohen dhe deri në pritje të rezultatit analitik, produkti ushqim për kafsh mbahet i bllokuar dhe nëse del me vlerë mbi normën e lejuar të aflatoksinës B1, ai destinacioni atij është asgjësim ose kthimi në vendin e origjinës. Na 28 ngarkesa që na kanë ardhur, 8 ngarkesa kanë rezultuar që kanë qenë me pranin të aflatoksinës B1 dhe 20 të tjera kanë dalë konform. Por vazhdon akoma të gjitha ngarkesat analizohen. Dua të dalë aty që nuk ka munguar pjesa e mbështetjes dhe e fondeve për të analizuar produktin nëse kemi një rast të tillë jo konform. Nuk ka munguar asnjëherë. Profesor, po e lëm me njën për momentin 47 mullint, që kanë një nip, se mund të ketë tjera të vegjël që nuk kanë nip fare, edhe se janë objekt inspektimi. Kemi fabrikat mëdha, ato që në fakt mbajnë vendin me furnizim me miell dhe me bukë. Si ju I keni pa besoj, shumicën e tyre I keni pa. Ose I keni asistuar në ndërtime apo kapacitetet. Ato kanë një gjë. Si është situata aty investimit që kanë? Erdhi një grup nga Franca dhe kishte idenë që fabrikat e miellit tona, se kishin qenë edhe në Serbi, nuk janë të nivelit. Kanë kujtues janë si këta 47 mullit. Një lloj shumë mendonin. Kur pan fabrikën e Vorës, ja, pa emrat, lutem se duhet më paguajnë ata pastaj. Ku pam këto fabrikat e mëdha 15 që kemi ne, linja jonë është një linjë shumë e plotë, 27 kilometra për ngruri që pastrohet. Do të thënë nga sebratorët e parë, veten në të dytit, pastaj veten në ndarësit e gurëve, kalon në bush makina, do të thënë kalon në gjithë ato linja që vete deri në bloje.
edhe kondicionohet, bile, gruart e but kondicionohen 8 orë, që të marri atë që duhet ne t'i marrim pasurin. Pra, gjithë kjo bëhet që ne të kemi një produkt final të mirë. Të mirë. Po ata 47? Tashi, se janë qindra tonë, mirë tonë. Ata 47 tashi, me që po nuk të lë beja të futesh, po së reguluan dhe ato, detyrimisht, ose t'i bëjmë kolektiv, si thamë neve, t'i fusim, mos t'i lëmë. Nuk bën do të dëmulli kolektiv, nuk janë copa toke që i bashkon. Jo, do i bashkojmë, do të bashkojmë se të bënë, ndryshe blokohet ai. Ata nuk do të funksionojnë ato kushte. Jo, nuk do blokohet. Blokohet se dhe i sa s'ka linjën, si pas kërkesave teknologjike. S'ka as hasap, s'ka as gjurmëshmëri. Atëre detyrimisht blokohet. E një mulli i vogël është sigur që s'ka hasap. Atëre disa operojnë me praktikat e mira të punës dhe praktikat e mira higjienike. Jo, detyrimisht këto bënë si kooperativa, do më bashkohen, disa, si që kemi ne 7 mulli, bet 1 mulli, po me teknologjit pothuajse të plot. Kam një sfidë. Besoj që drejtori i përgjithshëm i AKU-s është duke na ndjekur. Shpresoj shumë, uroj që na ndjekë edhe ministri. Në momentin kur inspektorët AKU-s në qarkun Fier, Durrës, Tiranë, ku diun, kanë inspektim të planifikuar, do të planifikojnë pra urdhë i punës sipas planit për nesër, pas nesër në këta mulli të vegjël, do doja shumë të më merrnin. Jam gati të shkoj, përveç ditëve të premte që kam emision, dhe t'i shoh vetë nga afër, nuk marr kamerë me vete, nuk i filmoj, vetëm dua t'i shoh se sa realisht i plotësojnë këto kritere. Qoftë praktikat e mira, qoftë gjurmëshmëri, qoftë makineri larse, pastruese, etj. E kam nëse duan që ta vërtetoj se këta vërtet qëndrojnë. Unë jam gati të më thoni, mos më çoni të fabrikat e mëdha të miellit, por të mullit e vegjël, jam gati të shkoj dhe bëj një tjetër emision për këtë çështje, ju them bravo qoftë, faleminderit që ekzistoni. Nëse janë të planifikuara, pa problem. Do t'i keni në këta 18 muaj, shpresoj. Në 18 muaj po, se mendova se mos e për këtë muaj. Jo. Kurdo që t'jenë të parët. Ju përpiqeni të çoni ata që i keni më të mirët e mundshëm. Ata që janë të planifikuar në planin e kontrolleve zyrtare. Patjetër. I përmend mandarinat, unë e shoh çdo ditë faqen e Rasvi, tani a nuk po eksportojmë apo po dalin mirë, se Rasvi nuk ka asnjë alertë. Para një jave ka patur një rast të tillë, nuk e di nëse është bërë publik. Në alertë nuk ka. Po. Në Rasv. Janë kthyer nga Kroacia. Ngarkesë mandarina? Po, ne jemi në dieni, pasi kemi analizuar, dhe për fat të keq, kjo është dhe problematika, pasi ka biznese si që përmanda ato të jugut, cilët vërtet dikush i kishte marrë në dorë, i kishte trajnuar, kishte dhënë pesticidin, i kishte mori mostrat vetë në mënyrë përfaqësuese në çdo parcel, është grumbullues dhe ka interesin që të ketë mall të mirë. Në vendet e tjera për fat të keq edhe ndonjëherë nuk i kanë këto aftësira apo këtë njohuri se si të merret kampioni. Pasi vërtet ky kampion erdhi në laborator dhe doli nën limit me pesticide, po nën limitin e detektimit, që ne nuk e deklarojmë. Të lejuara. Të lejuar, nën atë limit, po. I ndaluar s'ka limit, s'du t'jetë fare. Jo, po është nën limitin e detektimit e aparaturës. 005. Më pak se 005. Kështu që nuk jepet 003 dol dhe nuk e dham. Megjithatë, ishte kapur në Kroaci. Duke marrë atë përgjegjësinë edhe ne profesionalizmin ton, kemi vajtur vetë në parcel. Dhe kemi marrë një kampion. S'kishte shumë mandarinës, shumë të ishin shitur, mjafton të marrë gjithë. Dhe morë, dhe i gjetëm që po, klorpirifos ishte përdorë. Kishte? Po më falë analizat e para, pse nuk ju doli? Pasi ishte marrë, vetëm se i kanë sjell vetë ata, dhe e mora këtu të këto premët, 3 pemët që ishin të parat. Dhe ndoshta ato nuk ishin spërkatur, kurse ne u futëm dhe bëm sipas procedurat marrjes mostrave përfaqësuese dhe doli më lart bile se sa ishte gjetur në Kroaci. Në Kroaci, më duket, në Serbi. Mos më kuatoni për këtë. Po besoj në Kroaci se si vend i parë kufi i bëjes. Megjithatë në Rasv nuk ka pasur njoftim derisa. Limiti ishte diku te mbi 20 herë në limitin e detektimit, që do të thotë ishin sasirat mëdha, që do të thotë përsëri po përdoret klorpirifos, qarkullon përsëri ka raportuar Rasv në fakt. Realisht, si thash, janë 18.000 certifikata fitosanitare të lëshuara. Dhe në 18.000, numri 13, jo konformitet, mendoj që është numër shumë i mirë. Sigurisht me lejo të bëj një replik të lutem. Ja ta mbaroj. Do thoja që e para rezultatet nga kontrolli zyrtar dhe rezultatet e autokontrollit janë 2 gjëra të ndryshme. Pra, në autokontroll, dikush mund ta sjellë edhe për të parë periudhën e karencës,
Për një pesticid i cili është i lejuar, i përdorur, po thot, 10 ditë. a mund ta nxjerr unë përpara 10 ditëve për 5 Po. ditë dhe vjen edhe testohet. vërtet, po. Kjo nuk do të thotë që ky produkt shkojë në treg. Ai është autokontroll dhe prandaj quhet autokontroll. Në momentin kur Autoriteti Kombëtar i Ushqimit mostrat i merr në treg, në supermarket, tek tregtarët, atëherë në kontroll zyrtar, sigurisht që kjo merr tjetër peshë edhe. Ajo që doja të thosha, 18.000 janë vërtet certifikata fitosanitare, por edhe ju jeni dakord me mua dhe po t'i kontrolloni, një përqindje shumë e vogël e atyre 18.000 janë të shoqëruar me një certifikat analize për pesticid. Sa do të pyesja, tani certifikata, më sqaroni edhe mua e publikun sepse jam në minutat e fundit. Certifikata fitosanitare, çfarë lidhje ka me sigurinë ushqimore? Konkretisht, certifikata fitosanitare nuk është raport analize. Certifikata fitosanitare, përveç sigurisë së produktit dhe analizës kimike që bëhet në laborator, ka dhe një sër kërkesash të tjera që ky prodhues duhet të plotësoj që produkti i tij të jetë të trajtohet i përdorshëm për ushqim. Por gjithmonë duhet patjetër që të jetë një certifikat analize laboratorike nga ana parametrave fiziko-kimik, nga docet, nga cilësia, dhe në këtë bazë pastaj mund të lëshohen ato 18.000 certifikata. Shpeshherë, domethënë ne flasim me shumë klient, ato lëshohen në një mënyrë shumë të lehtë. Një firmë, në fakt, po ta jap. edhe në një unë kam qenë i ftuar në studio televizive, kisha paralel online edhe një importues gruri, më falni, misri, ushqim për kafshë nga ato rastet e edhe misri dhe gruri shoqërohet me certifikat shëndetësore. Dhe thoshte që ne i marrim në raport analiza në Serbi. Si është e mundur? Atëherë, të gjitha ngarkesat që vijnë nga Serbia dhe nga çdo vend tjetër janë të shoqëruara për mistrin dhe grurin që janë ushqim për kafshë, janë të shoqëruara me një certifikat shëndetësore për ushqimin për kafshë. Në këtë certifikat shëndetësore janë të gjithë treguesit që përcaktojnë që ky produkt është konform. Por fshi edhe aflatoksinën B1. Po, pra raport analiza. Dhe rasti që na ka dalë rezultati me vlerë mbi normën e lejuar të aflatoksinës B1 fillimisht është marrë në kuadër të kontrollit zyrtar. Pavarësisht se kishte certifikat shëndetësore për produktin e ushqimit për kafshë, në kuadër të kontrollit zyrtar të planifikimit të mostrave u mor kampion. U analizua doli me vlerë mbi normën e lejuar të aflatoksinës B1 dhe pastaj u procedua me të gjitha ngarkesat. 10 ngarkesa fillimisht dhe aktualisht çdo ngarkesë. Po, por ideja është, si ka mundësi atëherë Serbia si e lëshon një certifikat tillë, raport analizë dua të thënë. Certifikat shëndetësore e produktit të ushqimit për kafshë quhet. Po, pra, ka një raport analiza, në analiza si bëhet në Serbi. Nuk e di, por në këtë certifikat është vlera, është treguesi aflatoksinës B1 që ky produkt i importuar është konform për këtë tregues. Jam i qartë për këtë, por çështja është dhe në momentin që ky produkt është analizuar në një laborator të akredituar të BE-s, normale që ka dalë konform dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka marrë masa përkthimin në vendin e origjinës ose prodhohen gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës së magazinimit të produktit. Dhe ato shtohen. Para 4-5 vitesh Akuja ka ardhur dhe ka kërkuar një analizë aflatoksine për të 7 mykotoksinat që quhen, jo vetëm grupin e mykotoksinave. Të 7 ato. Dhe kemi analizuar dhe kemi gjetur limitin shumë afër limitit maksimal. Dhe në atë kohë, ne si laborator sugjeruam që nuk mund ta deklarojmë që është i papërdorshëm, por sugjeruam që Akuja do duhet çdo muaj të shikoj, të gjurmoj nëse ky lot është akoma në treg, qoftë në magazinën e importuesit apo edhe në një fabrikë prodhimi apo në një furrë buke. Pasi ato fare brenda një muaji patjetër do kishin kaluar limitin. Me mik do të jap 30 sekonda në lidhje me një buxhet të mundshëm të Ministrisë së Bujqësisë për sigurinë ushqimore për vitin që vjen. Në regjia më ka kërkuar ndërkohë ta mbyll, po 30 sekonda do të jap. Pa shifra, por tek paktën te ideja juaj për ta mbështetur sigurinë ushqimore. Atëherë mos gaboj, buxheti si edhe vitet në shkollë vjen gjithmonë në rritje. Vjen në rritje para sepse neve shtojmë edhe pjesën e investimeve, shtojmë edhe buxhetet në pjesën analitike. Kontrolleve, po. Lidhet kryesisht me buxhetet që laboratori i referencës merr. Plani kombëtar të mbetjeve, siç thash, ne kemi një detyrim nga Bashkimi Evropian, i cili është lidhur ngushtë edhe me eksportet që Shqipëria bën. Rezultatet aty
analizohen jashtë dhe po prapë raportohet i gjithë plani dhe numri i mostrave që në hartimin e tij raportohet në Komisionin Evropian. Besoj që duhet të jetë diku tek 12% në rritje, megjithatë nuk jam i bindur, do më duhet që t'i rikthehet. Qartë. Jo, thash pa shifra sepse Është gjithmonë në vëmendje, është një punë shumë e madhe që bëhet në sigurinë ushqimore. Ndjehem realisht keq ndonjëherë kur abuzohet. Nuk dua të marrë në mbrojtje asnjë nga fermerët, asnjë nga subjektet, operatorët e biznesit, por realisht situata nuk është ashtu siç paraqitet. Është më mirë, se më thëja është më keq. Është shumë më pranoj mirë. alerti, po pranoj atyve mrekullia. E përmenda, Po, nuk jam trup inspektuese. Je shefi. e përmenda dhe në hyrjet e emisionit, neve kemi patur një zinxhir auditimesh nga Bashkimi Evropian, presim nga janari deri në muajin prill, ata do jenë prezent për çdo muaj nga 3 javë. Uroj të dilni mirë. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve që ishit në alert. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Mos harroni ritransmetimin të shtunën në 13:30. Deri atëherë, deri në ndërshimit të premte në ardhshme në orën 21. Deri atëherë, mirupafshim.